Po mirë mor ti mik, thot se të kam shkruar disa herë, si mendon ti që t'jetë paga më e mirë se në Gjermani, se në Itali, se në Greqi, po fol mor realitetin dhe mos gënjem, thot mu, sigur po gënjem. Po i njëjti fenomen ndodh në gjithë Europën. Po nga Italia thot kanë ikur 200.000 veta etj, mos gënjeni thot diçka se ka marrë gjithë mesazhin kjo këtu. Tani e para një herë çfarë po gënjej? Çfarë thash unë që gënjeva? E dyta, pse të mos pretendojnë që t'jetë paga më e mirë se në Gjermani e se në Itali? Shqipëria është vend i vogël, vend me 300 ditë diell, vend që prodhon çdo gjë, çdo perime, çdo frut, çdo lloj gjëje, vend që ka det, prodhon turizëm që Gjermania nuk e ka, që prodhon çdo lloj bime që Gjermania nuk e ka, vend që prodhon, nuk e di, turizëm malor, pra vend që vetëm me diellin që ne kemi, nuk kemi nevojë me pagu drita fare. Pra mund ta marrim nga dielli. Vetëm me ujin që ne kemi, ne do ta kishim ujin gati falas. Dhe pse mos pretendojnë që ne ta kemi edhe plus kësaj ne jemi edhe popullsi më e vogël se këto. Pra ne po të mos jemi të vjedhur, ne do ishim shumë të pasur më miq. Kështu që nuk është se po pretendojnë në këto momente të jemi më mirë se këto shtete, se këto janë shtete shumë zhvillume, por ne mund të ishim, pse jo? Jemi vend i vogël, jemi vend që mund ta menaxhojmë krejt kollaj, që mund të menaxhojmë resurset tona, burimet tona, gjithë të mira që na ofron natyra dhe jo vetëm. Pse jo? Pse jo? Po nga që jemi vend i vjedhur, nuk mund t'i shfrytëzojmë këto. Dhe çohet ky thot, pse duhet të jemi ne më mirë se ata? Pse mos t'jemi? Pse mos t'jemi në fund ditës?